Është praktike e zakonshme të vishin artikuj të bëra me metale të lira siç është hejkuri apo qeliku me një shtresë të hollë metali më pak reaktiv. Ky trajtim jo vetëm që përmirëson rezistencën ndaj korozionit, por gjithashtu i jep objektit një paraqitje atraktive. Një objekt prej qeliku, për shembull luga, lidhet me një skaj në polin negativ të burimit të rrymës elektrike. Poli pozitiv i burimit të rrymës elektrike lidhet me pllagës metalike, për shembull argjent i pastër, me të cilin dëshirojmë të veshim qelikun. Kështu luga ka qasje në katod të elektrolizerit, ndërsa pllagëza metalike e argjentit ka qasje në anod. Elektroliti është një tretësire e kripës që përmban ionet të metalit të anodës, për shembull nitrat argjenti. Sapo rryma elektrike të lëshon në tretësirë, elektronit fillojnë të ikin prej anodës së argjentit. Kjo rezulton në formimin e ioneve të ngarkuara pozitivisht të argjentit, të cilat ndahen prej anodës dhe kalojnë në tretësirë. Aty, ato migrojnë në drejtim të katodës të tërhequra prej ngarkesës negative të saj. Kur ato arrin në katodë, pranojnë elektrone prej saj dhe shndrojnë atome të argjentit, të cilat mblidhen në katodë në formë të shtresës metalike. Trashësia e shtresës varet prej kushteve në të cilat elektroliza është zhvilluar. Ky proces
Nëse shikojmë për rreth, mund të vrim ndryshku në rreth drynit, qelsave, gozhdave, bulonave dhe veturave. Të gjitha këto objekte ndryshken për shkak se sipërfaqja e ekspozuar e metalit reagon me përbërës të ndryshëm të ajrit. Hekuri dhe qeliku reagojnë me oksigjenin dhe ujin duke formuar oksidin e hekurit 3 të hidratuar me ngjyrë të kuqe në të kaftë. Procesi i ndryshkjes shpejtohet në praninë e kripës klorurit të natriumit. Kjo është vendimtare tek rasti i pajisjeve të portit bregdetar dhe anijeve që vazhdimisht i ekspozon ujit të njelmët të detit. Gjatë dimrit rrugët spërkaten me krip për të parandaluar formimin e akullit. Kripa në mënyrë progresive shpejton procesin e korrodimit të veturave dhe strukturave të urës. Ndryshku po ashtu formohet tek metalet e zhytura në ujë pasi që ka mjaft oksigjen në të për të zhvilluar reaksionin. Shumica e metaleve tjera po ashtu korrodohen. Kaliumi dhe natriumi reagojnë aq shpejt me oksigjenin dhe ujin të pranishëm në ajër, saqë ata duhet të ruhen të zhytura në vaj. Kur i ekspozohet oksigjenit atmosferik, alumini korrodohet duke zhvilluar shtresë të hollë të oksidit të ngjitur në mënyrë kompakte në sipërfaqe dhe kështu mbron metalin prej korrodimit të mëtutjeshëm. Procesi i ngjashëm paraqitet te rasti i bakrit. Majat karakteristike të kulmit prej bakri me ngjyrë të gjelbër të ndërtesave të vjetra paraqiten për shkak të formimit të shtresës së lëmuar që quhet patin. Cipa e gjelbërt ose patina është produkt i reaksionit të bakrit me oksigjen, ujë dhe dioksid të karbonit që paraqet karbonatin bazik të bakrit. Ne mund të hetojmë shkaktarët e korrodimit të hekurit duke bërë një eksperiment të thjeshtë. Ne mund të shtojmë një lugë me klorur të kalciumit në prozën e parë për testim. Vendosim një tuftë të pambukut mbi klorur të kalciumit, pastaj fusim brenda disa gozhda prej hekurit dhe mbyllim prozën me tapë. Kloruri i kalciumit tërheq fort lagështin nga ajri dhe siguron që ajri brenda prozës të jetë i thallë. Pastaj vendosim disa gozhda në prozën e dytë testuese dhe mbushim plot me ujë, prej të cilit oksigjeni është larguar më parë me anë të vlimit. Ne mbushim prozën për të siguruar për mungesën e ajrit. Ne vendosim disa gozhda në prozën e tretë dhe mbushim për gjysmë me ujë dhe e lëm të qëndrojë hapur duke mundësuar kontaktin me ajrin. Le të shikojmë rezultatet pas disa ditëve. Vëreni dukjen e gozhdave. Pra, në prozën e parë gozhda me ajër të thatë në mungesë të ujit. Në prozën e dytë gozhda në ujë në mungesë të ajrit. Në prozën e tretë gozhda në ujë në prani të ajrit. Arsyeja kryesore që shkakton ndryshjen e hekurit është uji në kombinim me ajrin.